Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Salavatet dhe selamat i dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Paqja dhe mëshira e Allahut Azza wa Jall qoftë mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij sinqer besnik, edhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë deri ditën e gjykimit. Jemi në ciklin e hutbeve si të sillemi me Allahun Azza wa Jall. Me qenë se jemi në prak të haxhit, të këtij obligimi madhor, të kësaj shtylle kryesore të Islamit, edhe me qenë se kjo është xumaja e fundit që haxhilerët tanë e falin në Xhunic, e xumaja e ardhshme ka me qenë në Çabe, nëse don Allahu Azza wa Jall. Për atë arsye kemi vendosur të flasim për temën si të sillemi me Allahun Azza wa Jall gjatë kryerjes së haxhit. Sjellja me Zotin ton është e nevojshme dhe e kërkuar në çdo situatë, në çdo gjendje, në çdo kohë dhe në çdo vend. Mirë po disa vende i ka veçuar Allahu Azza wa Jall dhe disa kohëra i ka bekuar Zoti xhallahu ala. Për atë arsye Allahu ka thënë: "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dhe Zoti jote Muhammed sallallahu alaihi wasallam është ai që krijon çka të doje, edhe zgjedh çka të doje. E ka veçuar Mekën edhe e ka bërë vendin më të bekuar në tokë, duke vendosur në të Çabën e bekuar, ndërsa nga kohërat më të mira e ka zgjedh periudhën në të cilën gjendemi tani, periudhën e haxhit, që në këtë periudhë është dita më e madhe, dita e Arafatit, e para saj apo pasaj është dita e parë e Kurban Bayramit. Për atë arsye duhet me ditë në këtë vend, në këtë kohë, edhe në Çabe, se si më usjell haxhilerët tanë me Allahun Azza wa Jall. E para që duhet me pas parasysh dhe është në kuadër të kësaj teme, është që ai që ka bërë niyet me shku në haxh, nëse ka mundësin dhe duhet me u mundu që me e filtru pasurin e vetë, që pasurin me të cilën e pagun biletën, pasurin me të cilën e pagun vizën, e pagun hotelin, e pagun udhëtimin, e pagun ushqimin dhe pijen gjatë qëndrimit në vendet e shenjta, mundësish pasuria me qenë sa më halal, nga se është edukat një gjë e tillë me Allahun, edhe është prej shkaqeve të pranimit të haxhit. Ka thënë Allahu Azza wa Jall: "Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Me të vërtetë Allahu Azza wa Jall e pranon punën e mirë, ka dërsoj haxhin vetëm për njerëzve të pastër, edhe vetëm për njerëzve të sinqert. E dyta prej çështjeve që bën pjesë në këtë trajtim apo në këtë temë është mundësish para se me shku në haxh, nëse ki borxhe, me i marrë leje borxhlive. Kjo është për dy arsye. Arsyeja e parë është që njerëzit kur marrin vesh që filani po shkon në haxh, sidomos borxhlit, gjatë qëndrimit ton në haxh, mos me i shtin gjunata. Mos me thonën pas ka qit filani foto midis Çabës, mu mi ka 500 euro borxh. Mos me thonë ai tjetri, çish mara ka shku në haxh, a borxhi s'ma kalo. Duhet me ditë se cili a ka borxh. Edhe mos me i hyp aeroplanit pa e ditë se a ka borxh ajo. Nëse ka borxh, duhet me i kërku leje, edhe mundësi me i thonë borxhlive: "Shtyjmani afatin e borxhit, se po du me kryt këtë farz, këtë shtyt të Islamit, edhe mos me shku në haxh pa bo një gjë të tillë." Çështja tjetër që duhet me pas parasysh është: haxhi është ibadet i veçantë. Haxhi është adhurim i veçantë. Në çdo ibadet duhet me qenë sinqeriteti në nivel. Ama gjatë kryerjes së haxhit, edhe para se mu nis në haxh, duhet patjetër niyeti më bë i pastër dhe i çiltër. Për atë arsye ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Men hajja lillah", ai i cili e kryen haxhin për Allah, që do thotë ai që e kryen për shkak postit, ai që e kryen për shkak pozitës, për shkak duar trokitjeve të njerëzve, për shkak autoritetit edhe famas, ka me shku me durgjepa, ka më këthi me durgjepa o bajnarujt. Gjithashtu prej çështjeve që duhet me i pas parasysh është haxhi
edhe vendet ku kryet haxhi janë vendet e veçanta dhe të shenjta. Qështu se vapi shumë i madh, qashtu edhe gjunoji është më i madh. I nderuari haxhi, gjunojnë që e ki bërë zhunic, edhe gjunojnë që e ki plan me bërë qabe nuk është njësoj. Edhe se vapi nuk është njësoj. Andaj kujdes sa ma largë gjunove, sa ma respektues dhe i ligjeve të Allahut, ashtë më afër pranimit të haxhit tje. Për atë arsye, ka thonë Allahu Azza wa Jall, dhalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub, ai i cili i madhron shenja dhe simbolet e Allahut Azza wa Jall, ai ka arrit takvan, frikë respektin edhe devotshmërinë e Allahut Azza wa Jall. Pse po e themi një gjë të tillë? Nga se haxhi nuk është vetëm udhtim trupor, nuk është vetëm udhtim me tesha edhe me rrobe, por njëkohësisht për skaj trupit është edhe udhtim shpirtor, që njeriu të largohet nga gjëra që e trazojnë zemrën, edhe nga gjëra që e ka njëllus këtë zemër të bardhë. Gjithashtu para se me unis për haxh, mundësisht me marr halallëk me ata që i kishty lafët, me ata që kje keq kuptime. Na jemi njerëz, na gabojmë, ne kanë herë keq flasim, kanë herë rëmdojmë me fjalë, me qëllim e pa qëllim, me u mundu që me shmonis për haxh sa ma mirë, me u përgadit, nga se ka thonë Allahu Azza wa Jalla në ajetet e haxhit, wa tazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa wattaquni ya ulil albab. Edhe përgatituni për haxh, e përgatitja më e mirë për haxh është takvaja, devotshmëria, edhe frikë respektin ndaj Allahut Azza wa Jall. Këto ishin disa elemente, edhe disa gjëra të cilat duhet me i pas haxhia, pra kur ta krye haxhin, edhe para se me unis në haxh, me mënyrë që më sjell mënyrën më të mirë të mundshme me Allahun Azza wa Jall. Edhe momenti kur arrin në qabe, pra kur e shikon për çfarë herë qabën, e bën ndonjë dua të veçantë, kthehet ka qabja edhe i fal 2 rekate si përshëndetje për shtëpinë e Allahut Azza wa Jall. Nga se nëse i respekton shenjat e Zotit, nëse i respekton gjërat që i ka shëjtru Allahu, ke me pas respekt nga Allahu Azza wa Jall. E na jemi krijes e vogël, pra për me na respektu ai i cili është krijues gigant, ai i cili ka krijuar çdo gjë dhe është i pakmeta subhanahu wa taala. I ko për hajr, ky njerëz dhe kjo nisje, haxhilerëve tonë dhe gjithë haxhive mbar botës, ndërsa neve që jemi këtu, na takon që ta agjërojmë ditën e Arafatit, ta presim Bajramin me gëzime, me lumturi, respekt dhe harmoni ndërmjet neve. O Zoti i Madhërisht, çdo kush që ka bën jetë me këtë obligim madhor, lehtësoja rrugtimin, mundsoja me i kry obligime siç ka hije në haxh, edhe mundsoja të kthehen në shtëpitë e tyre, shëndosh e mirë, edhe me haxh mabrur, pra me haxh të pranuar. Amin, amin, amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafani wa iyyakum fima qultu wa ma sami'tum. Astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.